Albdiag Solutions. Ky material është vetëm edukativ. Për çdo ndërhyrje në automjet, konsultohuni me një specialist të autorizuar. Çfarë është filtri i grincave të blozës ose filtri partikular, ose DPF, dhe si të kujdesemi për të? Diesel Particulate Filter është filtri i grincave të karbonit tek makinat me naftë. Variante të ngjashme ekzistojnë edhe tek makinat me benzinë dhe quhen GPF, Gasoline Particulate Filter. Ai ndodhet në sistemin e shkarkimit dhe ka një strukturë si hoje blete që kap blozën e djegjes së karburantit. Pse është i nevojshëm filtri partikular? Bloza që del nga motori përmban grinca të imta të quajtura PM, Particulate Matter, që janë të dëmshme për shëndetin. Ato ndahen sipas madhësisë. PM10 përderi 10 mikron, pluhur i dukshëm. PM2.5 përderi 2.5 mikron, grinca shumë të imta. PM0.1 përderi në 0.1 mikron, nanogrimca që futen në qelizë. Për krahasim, një qime floku është rreth 70 mikron, pra këto grimca janë nga 30 deri 700 herë më të vogla se një qime floku. Si e dëmtojnë shëndetin grincat e blozës? Kur thithen? PM10 mbetet në mushkëri. Shkakton inflamacion dhe bronkit kronik. PM2.5 kalon në alveola, qelizat e mushkërisë, futet në gjak. PM0.1 depërton në qeliza, prek trurin, zemrën dhe sistemin nervor. OBSH i cilëson këto grimca si kancerogjene, kategoria 1. DPF ekziston për të mbrojtur shëndetin ton dhe ajrin që marrin frym. Si funksionon DPF-ja? 1. Kapja e blozës. Gjatë vozitjes, grimcat e karbonit ngelin brenda hojeve të DPF-s. 2. Regenerimi, pastrimi i filtrit. Kur filtri mbushet, ECU rrit temperaturën në 600 deri në 650 gradë Celsius për t'i djegur këto grimca. Që të rritet temperatura, makina bën disa gjëra. ECU rrit temperaturën duke bërë një post-injektim, hedhje shtesë karburanti, pasi djegja brenda cilindrit ka përfunduar. Ky karburant digjet në sistemin e shkarkimit dhe rrit temperaturën në DPF nga 600 deri në 650 gradë Celsius. Injekton karburant shtesë pas djegjes, post-injektim. Rrit numrin e xhirove gjatë vozitjes. Mbyll përkohësisht valvulën EGR për të pasur djegje më të pastër. Bloza digjet, kthehet në hi dhe filtri pastrohet. Pse prishet DPF? DPF nuk prishet vetë. Prishja e sistemit DPF është pasojë e një problemi që ndodh para filtrit, në motor. Arsyet kryesore. 1. Rrjedhje ose konsum vaji nga motori. Vaji nuk digjet si bloza, por krijon rezinë dhe ngjitje brenda DPF, bllokim fizik. 2. Turbo e dëmtuar që hedh vajin në shkarkim. Vaji futet në DPF dhe shkakton mbingrohje dhe dëmtim të strukturës së filtrit. 3. Injektor të këqinj. Djegje jo të plot, blozë tepërt, regenerime të shpeshta. 4. Fikja e makinës gjatë regenerimit. Karburanti i padjegur ngelet në shkarkim. 5. Dëmtimi i sensorëve të temperaturës së gazrave të shkarkimit ose të sensorit të diferencës së presionit të DPF-s. Shenjat e zakonshme. Humbje fuqie, emergjencë. Drita DPF ose check engine. Ventilatori punon shpesh, rritje e nivelit të vajt për shkak të karburantit të padjegur. Nga çfarë materiali është bërë DPF? Ekzistojnë disa lloje filtrash, por më i përdorshmi është një bërtham qeramike, kordirit ose karabit silikoni, që ka strukturë huall mjalti, honeycomb, e cila kap grimcat ndërsa gazrat kalojnë përmes kanaleve. Si ta mirëmbajmë DPF? Duhet të ngisni mjetin her pas here 15 deri 20 minuta në autostrad me 2500 deri në 3000 RPM. Përdor karburant cilësor dhe mos e fik makinën kur është duke bërë regenerim. Rregullohet çdo konsum ose rrjedhje vaj, turbo ose injektor që krijojnë blozë të tepërt. Mesazhi final. DPF nuk është armiku juaj. Armiku në këtë rast është motori që nuk djeg mirë lëndën djegëse. Nëse motori është në rregull, DPF punon pa probleme për shumë kilometra.